Islami përtej shkencës. Madhështia e Allahut të gjithësisë që krijoi çdo gjë që e shohim dhe nuk e shohim, si don çdo shkencëtar për hulumtime dhe zbulime të gjërave që nuk i njohin dhe nuk i din. Allahu i gjithësisë, neve dhe gjithë atyre që merren me hulumtime shkencore, na tregon qartë një gjë që t'i kalon shkencën. Ajo është treguar në një ajet kuranor. Në krijimin e qiellit e të tokës, me ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumentet e qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Sot shkenca ka zbuluar shumë gjëra nga mendjet e ndritura njerëzore, por ata nuk ja dalin dot dhe nuk do t'ja dalin ta bëjnë ditën natë dhe natën ditë. Por ata mund të marrin mësinë se Allahu është krijuesi i tyre dhe intelektit të këtyre shkencëtarëve. Andaj, ata duhet të meditojnë dhe ta studiojnë Kuranin, që zbulimet e tyre të arrijnë sa më lehtë në hijen e Kuranit famlart. Shkenca, latinisht scientia, e njohur, njohuri, dituri, dije, është një sistem dijesh e njohurish për ligjet dhe zhvillimit të botës, kozmosit e të shoqërisë, i cili është formuar historikisht duke vëzhguar botën reale e jetën, edhe duke bërë përgjithësime teorike. Shkenca është veprimtaria që zhvillohet në një fushat apo në një deg të caktuar të dijes, e vështruar si një lloj veçantë pune. Njohuritë e para njeriu i mësoi ashtu siç na tregon Allahu i gjithësisë në fjalët e tij. Ai, Zoti, ja mësoi Ademit të gjithë emrat e sendeve. Pastaj ato u prezantoi engjëjve dhe u tha: "Më tregoni për emrat e tyre, nëse jeni të drejtë." Njeriu njohuritë mori nga krijuesi i tij, Rahmani, mëshiruesi, Zoti ynë. Ai ja mësoi Muhamedit Kuranin, e krijoi njeriu, ja mësoi atij të folurit, të shprehurit dhe të shqiptuarit. Pra, shkenca është njohje apo mori njohurish, dhe në kërkim të njohurime gjithmonë. Thënia e Sokratit, unë di një gjë që s'di asgjë, nën kupton të se njeriu është i mangët dhe sa po zbulon diçka të re, del diçka që nuk mund të zbuloj. Prandaj, njeriu i duhet kthyer të gjithdijshmit, ta ketë më të lehtë udhëtimin e tij. Shkenca ndahet në këto etapa kohore. Shkenca parahistorike, shkenca kur daton në kalendare historike, shkenca antike, shkenca mesjetare, shkenca moderne, shkenca bashkohore dhe shkenca digjitale robotike. Të gjitha këto janë zbuluar nga mendja dhe dora njerëzore, por koka e formimit të ideve u krijua nga Allahu i gjithësisë dhe u mësua dhe trajektua qysh me babain ton Ademin a.s. Sipas Platonit, shpirti i njeriut, para se të binte në botën e gjërave, jetoi në një botë ideale, botën e ideve. Atje njohu thelbin e vërtetë të gjërave, ndërsa këtë shpjegon mirë dhe qartë Allahu i gjithësisë në Kuran. Ata të dy hëngrën nga ajo dhe që të dy u zhveshën e ja nisën ta mbulojnë veten e tyre me gjethe që i mblidhnin në përgjenet. Dhe kështu Ademi theu urdhrin e Zotit të vetë dhe gaboj. Mandej Zoti i vet e bëri atë të zgjedhur, ja pranoi pendimin dhe vuri në rrugën e drejtë. Ai, Allahu, pra, u tha: "Zbritni prej aty që të gjithë do t'jeni armiq të njëri tjetrin. Nëse u vjen nga unë udhëzim, libër e pejgamber, kush i përmbat udhëzimit tim, ai nuk ka për ta humbur, e as nuk ka për të dështuar." Pra, Ademi ishte në xhenet dhe kishte njohuri e mësoi atë nga Allahu i gjithësisë, krijuesi i njerëzimit dhe universit. Shkenca ndahet në shkencën teorike dhe shkencën praktike. Në manualin e Fraskatit, ajo ndahet në 3: gramatika, logjika dhe retorika. Pastaj integrohet në 4: aritmetika, gjeometria, muzika dhe astronomia. Pra, aftësi zbuluese shtohen, sepse Allahu i gjithësisë i dha ide njeriut dhe kur ky njeri studion dhe hulumton, shtohen aftësitë e përpunimit të gjërave në aplikimet moderne. Këto quhen mjeshtëritë e arteve liberale, si plan program në kolegje apo universitete. Kjo ndarje mund të konsiderohet të jetë studimi i numrit dhe marrëdhëniet të saj të hapësirës fizike ose kohore.
Aritmetika ishte numri pastër apo shkenca egzaktke. Gjeometria ishte numri në hapësirën simetrike segmentare. Numri muzik në këtë kohë. Tempoja kohore në nota dhe numri astronomisë në hapësira dhe kohë. Maurice Klein klasifikon 4 elementet e kuadriviumit, si të pastër, aritmetik, stacionare, gjeometrike duke lëvizur astronominë dhe aplikuar muzikën numrin në kohë. Të gjitha këto lidhen pranë në dimensionin kohë dhe hapësirë, ndërsa këto dyja janë krijesat e Allahut të gjithësisë, koha dhe hapësira. Në një hadith kursi transmetohet nga pejgamberi alayhis salam se ka qenë Allahu nuk ka pas kohë, as hapësirë, as materje. Ai është i pari që s'ka fillim dhe i fundi që s'ka mbarim. Me këtë hadith kuptojmë se Islami tejkalon shkencën. Islami është një pemë, kurse shkenca është një degë e kësaj peme.